leadershipin e policisë, por thash, sfida e këtij drejtorit policisë dhe sfida e Brahos të Spakut është që Ergys Agasin ta çojnë përpara drejtësisë. Po nuk e quajnë përpara drejtësisë, janë pjesë e tatës. Por do të themi edhe diçka. Më fal, kishin ai. Po më lëmë ta bëj pyetje. Kishin vështirësi për ta ndaluar? Prit pra, tani unë sapo doja të thoja. Po vetë ka krijuar mundësi për tikun. Bashkë me Ergys Agasin, duhet të dërgohen para drejtësisë të gjithë drejtuesit e policisë, të cilët janë të implikuar në veprimtarinë kriminale të Akshit, sepse ka drejtues policie, i kemi në arrest shtëpie, ka të përfolur. Po ka edhe një problem shumë të madh. Asnjë drejtues policie që lidhur me Akshin nuk është arrest shtëpie. Nëse updatohemi me veprimtarinë e Spakut ditët e fundit, të cilëve va kanë diktuar partnerët ndërkombëtar të Francës, të